vizitoni të afërmit. Nëse jeni të prishur me të afërmit e tuaj, shfrytëzoni Bajramin për t'i shkuar derën dhe për ta vizituar. Për hir të Allahut. Shpërndani dhurata. Nëse nuk e keni zakon të shpërndani dhurata, bëni ato në këtë ditë. Gëzoni fëmijët, gëzoni prindrit dhe gratë tuaja. Nëse nuk i ke gëzuar gjatë vitit, të paktën në ditët e Bajramit shfrytëzoni dhe gëzoni. Gëzoni fëmijët tuaj në këto festat mëdha. Le të dallohet Bajrami dhe të dyja Bajramet nga festat tjera që i festojnë këtu në këtë vend apo gjithë botë. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar besimtarë, vëllezër dhe motra, sot jemi të buar në këtë vend, ashtu si që janë të buar anë kanë botës besimtarët musliman, për ta shënuar dhe festuar festën më madhështore të njerëzimit. Jemi të buar këtu, ashtu si që janë të buar anë kanë botës burra e gra, pleq e të ri, për ta kujtuar Allahun Gjelle Gjelalu, atë që më së shumti meriton të kujtohet, për ta falenderuar dhe madhëruar Allahun, atë që më së shumti meriton të falenderohet dhe të madhërohet. Ditët e Bajramit i gëzojnë muslimanët anë e kanë botës dhe falenderojnë Allahun, Zotin e tyre, për gjitha të mirat që u ka dhënë. E falenderojnë Allahun për dhuratën më të madhe që u ka dhënë. Padyshim se ajo dhuratë apo dhurata më e madhe është që na ka bërë pjesëtar të fesë islame dhe nëpërmjet zbatimit të saj do të jemi të kënaqur në këtë botë dhe të shpëtuar e të shpërbyer në botën tjetër. Këto ditë besimtarët në çdo cep të botës ngrenë zërin e tyre duke bërë tekbira, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd, që do të thotë, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, nuk adhurohet me të drejtë askush tjetër përveç Allahut, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi dhe vetëm atij i takon falënderimi dhe lavdërimi. Tregon sahabiu i nderuar Enes ibn Malik, Allahu qoftë i kënaqur prej tij. Kur erdhi pejgamberi alayhi salatu wassalam në Medinë, i pa banorët e saj duke i festuar 2 ditë, 2 festa. Pejgamberi alayhi salatu wassalam pyeti, çfarë bëni këto ditë? Ata thanë, këto i kemi festa, argëtohemi në to që nga koha para islamit, që nga koha ignorancës. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam u tha, Allahu ja ka zavetësuar ato me diçka më të mirë, me ditën e Kurban Bajramit dhe ditën e Fitr Bajramit. Këto 2 festa të nderuar vëllezër janë caktuar prej Allahu Gjelle Gjelalu dhe asnjë festë tjetër nuk ju afrohet këtyre. Janë festa që Allahu Azza wa Jall ka kërkuar prej nesh të festojnë. Dhe në këto festa madhrohet dhe lavdrohet Allahu Gjelle Gjelalu. Në gjuhën arabe thuhet një fjalë, nuk është Bajram vetëm të vishesh me rroba dhe tesha të reja, por Bajram është për atë që përgatitet dhe sigurohet për ditën e Kiametit. Bajram dhe fest është për atë që bën vepra të mira që del para Allahut Azza wa Jall faqebarë. Ashtu siç i shfrytzuan këto 10 ditë të para të muajit Dhul Hijja me vepra të mira,
me agjerim, me sadak dhe me sakrificë sot. Pra, bëjnë vepra të mira dhe me këto do të dalin para Allahut Azza wa Jall. Kështu vepruam edhe në Ramazanin para fitër Bajramit. Si çdo ditë, edhe ditët e Bajramit, besimtarët nuk guxojnë ta harrojnë krijuesin e tyre. Por kundrazi, duhet ta madhërojnë e falenderojnë edhe më shumë. Shfrytëzoni këto ditë në vepra dhe në punë të mira. Vizitoni të afërmit, veprat që mund të i bëni këto ditë. Ndoshta nuk i keni bërë deri tash. Mirë po, sot, nesër, mas nesër, 4 ditë keni kohë për t'i bërë këto vepra që do t'i citoj inshallah. Vizitoni të afërmit. Nëse jeni të prishur me të afërmit e tuaj, shfrytëzoni Bajramin për t'i shkuar derën dhe për t'a vizituar. Për hir të Allahut. Shpërndani dhurata. Nëse nuk e keni zakon të shpërndani dhurata, bëni ato në këto ditë. Gëzoni fëmijët, gëzoni prindrit dhe gratë tuaja. Nëse nuk i ke gëzuar gjatë vitit, të paktën në ditët e Bajramit shfrytëzoni dhe gëzoni. Gëzoni fëmijët tuaj në këto festat mëdhaja. Le të dallohet Bajrami dhe të dyja Bajramet nga festat tjera që i festojnë këtu në këtë vend apo gjithë botën. Pajtohuni dhe afroni vëllezërit dhe motrat. Kemi raste që vlla me vlla nuk flet, vlla me motër nuk flet, motër me motër nuk flet. Shfrytëzoni rastin dhe pajtohuni me të afërmit tuaj. Ata që i prishin lidhjet familjare mes vete, le ta dinë se i kanë prish marrëdhëniet dhe lidhjet edhe me Allahun xhalla xhelaluhu. Ëmbëltoja zërën këshiu tënd, thuaja një fjalë të mirë, të bukur, jepja një dhuratë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, atë shumë më këshilloi Gjibrili alayhi salam për këshiun, deri sa mendova se ai do të më trashëgoj. Pra nuk bën të harrojmë edhe këshiun. Përbijen mlefin, zgjatja dorën atij njeriu që nuk flet me kohë të gjatë. Pajtohuni në mes vete, muslimanët nuk bën të jetojnë të hidhruar me njëri tjetrin. Në xhennet nuk mund të shkosh me vllahun tënd të hidhruar. Lejeni mlefin, inatin, xhelozin, hidhrimet, problemet që i keni duke filluar nga dita e Bajramit. Thuaje të drejtën, thuaje të vërtetën, edhe nëse është e hidhur për ty. Qiell dhe toka qëndrojnë kështu me drejtësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu është i drejtë dhe ka kërkuar prej nesh të jemi të drejtë. Thuaje të drejtën edhe nëse është e hidhur për ty. Thuaje të drejtën edhe nëse nuk konvenon ty, kështu do të ngritesh në dynja para njerëzve, po më e rëndësishme është do të ngritesh edhe para Allahut xhalla xhelaluhu. Bëhu i drejtë me të gjithë, sepse Allahu i do të drejtët. Sakrifiko për të ruajtur dinin tënd, fen tënde, moralin tënd, nderin tënd. Bëhu i drejtë apo thuaj të vërtetën çdo herë. Këtë e dim sepse na ka paralajmëruar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Do të vijë një kohë që drejtësia do të humbet, dini do të humbet, do të dobësohet, morali do të dobësohet, nderi do të dobësohet. Këtë na ka paralajmëruar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Mirë po, gjithashtu ai na ka thënë se po të bëni sabër dhe shkoni të pastër te Allahu, atje do t'ju presin shpërblime të mëdha. Shpërblime që syri kur nuk i ka parë, as veshi për to kur nuk ka dëgjuar, po as mendja, as një njeriu nuk ka shohur. Merrni shembull Ibrahimin alayhis salam. Krahasoni vështirësitë dhe sakrificat dhe sabrin tuaj me vështirësitë, sakrificat dhe sabrin e Ibrahimit alayhis salam. Ibrahimi alayhis salam është sprovuar shumë. Po në çdo sprov ai doli fitimtar. Asnjëherë nuk gaboi. Në çdo sprov doli faqebar.
derisa Allahu Azza wa Jall e lavdroi në Kur'an dhe tha, Ibrahimi është sa një ummet. Ibrahimi është sa një ummet, sa një popull në sabrin e tij, sa një popull në sakrificën e tij, sa një popull me imanin dhe besimin e tij. Sprova më e madhe ishte kur erdhi urdhri që ta sakrifikoj djalin e tij të vetëm që ja kishte dhënë Allahu Azza wa Jall pleqni. Allahu Azza wa Jall ja kishte dhënë Ismaili alayhi salam. Dhe po kërkon për i tij që ta bëjë kurban. Çfarë do të bëjë Ibrahimi alayhi salam? A do t'i përgjigjet urdhrit Allahut Azza wa Jall apo do ta thej urdhrin e tij? Nuk ka ndodhur ndonjëherë që Ibrahimi alayhi salam ta thyej urdhrin e Allahut Jalla Jalaluhu. Wallahi është turp i madh kur po dështojnë në sprova shumë të vogla, ne në këtë kohë. Në çështje shumë të vogla po dështojnë dhe po bijemi në test. Çka do të kishim bërë sikur të ishim sprovu me sprovat e Ibrahimit alayhis salam? Me siguri do t'i kishim thyer, por elhamdulillah që Allahu Azza wa Jall nuk na sprovon me sprova të rënda. Duhet bëjmë sabër për sprovat që na paraqiten. E nëse bëjmë sabër, nëse durojmë, Allahu Azza wa Jall do të na lehtësoj. Sikur që ja lehtësoi Ibrahimit alayhis salam dhe e liroi nga kjo sprovë e madhe. Allahu Azza wa Jall, pasi që Ibrahimi alayhis salam që mori thikën për ta thërë djalin e tij, Allahu Azza wa Jall e liroi nga kjo obligim dhe tha, e kalove testin. Edhe në këtë rast pra Ibrahimi alayhis salam deshi ta çojë urdhrin e Allahut në vend, por Allahu ja zaventçoi me therrjen e një dashi që u bë tradit dhe shariat për gjithë muslimanët deri në ditën e Kiametit. Elusim Allahun Azza wa Jall të na ruaj imanin tonë. Elusim Allahun Azza wa Jall të na ruaj nevezat të pasardhësit tonë. Elusim Allahun të inshëroj të smurët tonë. Elusim Allahun të mëshiroj të vdekurit tonë. Elusim Allahun të largoj padrejtësinë që u bëhet njerëzve në përbot. Elusim Allahun të ndëshkoj zullumçarët kudo që janë në përbot. Besimtarë të nderuar, xhamatlin, vëllezër dhe motra, të gjithëve urime festa Kurban Bajramit. Ju dëshirojmë ditë të bardha, suksese, jetë të lumtur. Allahu a pranoft veprat tuaja të mira. Walhamdulillahi rabbil alamin.